Denoj gjithashtu provokacionet e ulta të Edi Ramës ndaj protestuesve, epitetet, fiksimet, halucinacionet e tij. Njeri paraqet agent të fuqive të huaja, të vendeve tjera. Herë tjetër fajin e kanë influencierët, i cili përpiqet t'i përshkruajë ashtu sikur ato nuk janë, dhe i them ta mbaj gojë, se një influencere është një personalitet në universin digital, dhe nuk është e turpshme të vesh epitete apo t'u tregosh ato që tregon ti.